Ligji në fuqi për mbrojtjen e konkurrencës ka përcaktuar se çfarë nënkupton pozita dominante në treg. Sipas nenit 8.2 të këtij ligji, përveç nëse vërtetohet ndryshe, ka pozitë dominante në treg ndërmarrja me pjesëmarrje 40% në treg, po ashtu sipas paragrafit 3 të këtij neni, mund të ketë pozitë dominuese ndërmarrjet ekonomike juridikisht të pavarura nëse pjesëmarrja e tyre e përbashkët në treg e tejkalon 60% të komplet vlerës. Në rastin konkret në bazë të dhënave të publikuara, rezulton se kemi vetëm një kompani e cila ka rreth 45% të tregut, e cila së bashku me dy kompani të tjera përbëjnë rreth 89% të tregut. Pra në rastin konkret kemi të bëjmë me pozitë dominante në treg, e i cili treg duhet të rregullohet pasi kjo përqindje nuk lejon funksionimin normal të ekonomisë së lirë të tregut, të cilën e rregullon konkurenca. Ligji për mbrojtjen e konkurrencës ndalon keqpërdorimin e pozitës dominuese në treg. Sipas nenit 9 të këtij ligji, ndalohet keqpërdorimi i pozitës dominuese, ashtu që ndërmarrja ose grupimi i ndërmarrjeve keqpërdor pozitën dominuese nëse drejt për drejt ose tërthorazi vendos çmimin e padrejtë të blerjes ose shitjes ose kushte tjera të padrejta tregtare. Këto rrethana bazuar në deklarimet se është subvencionimi dhe jo çmimi i shitjes ai që e bën ta punoj tokën dhe mos lëvizshmëria e çmimit përballë ndryshimeve në këtë fushë, ngrit dyshime për keqpërdorim të pozitës dominante në këtë fushë, të cilën çështje duhet domosdoshmërisht ta trajtojë Agjencia për Mbrojtjen e Konkurrencës. Ndërsa në anën tjetër, keqpërdorimi i pozitës dominuese në treg, që përfshin edhe vënien e çmimeve të padrejta, të çmimeve ose blerjes, është një vepër penale dhe që dyshimet për këtë duhet patjetër që t'i trajtojë prokurori i shtetit.